Gjykata në Hag thot se kanë të paqartë statusin në raportit të publikuar nga avokati i popullit të Kosovës. Nga sot në KQZ ka filluar aplikimi subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Përkujtohen martirët të masakrës së Studimes, ku ushtria e policia serbe vrave me pasi masakroi 116 civil shqiptar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i tërheqin 5.000 trupa nga Gjermania. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë deklaruar se vetëm avokati i popullit i dhomave të specializuara, sipas Kushtetutës së Kosovës, ka kompetencë për çështjen që lidhen me këtë institucion, duke mos e njohur avokatin e popullit të Kosovës në këtë rol. Gjykata ka theksuar gjithashtu se nuk është e qartë statusi i raportit të publikuar nga institucioni avokatit të popullit në Kosovë dhe nuk kanë dhënë ndonjë koment. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë deklaruar se vetëm institucioni avokatit të popullit i dhomave të specializuara ka mandat për proceset në gjykat dhe jo institucioni avokatit të popullit në Kosovë. Në përgjigjen nga ky institucion thuhet, dhomat e specializuara janë një institucion gjyqësor i pavarur dhe janë plotësisht të përqendruara në zbatimin e mandatit të tyre për të siguruar gjykime të drejta dhe të paanshme. Nuk është e qartë se cili është statusi i raportit të publikuar në faqen e internetit të avokatit të popullit të Kosovës. Ju lutëm vini re se sipas Kushtetutës së Kosovës është avokati i popullit i dhomave të specializuara dhe jo avokati i popullit të Kosovës, ai që ka përgjegjësi ekskluzive për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, nenin 162 i Kushtetutës së Kosovës. Avokati Artan Qerkini thekson se standardet ndërkombëtare të paraburgimit janë shkelur në mënyrë flagrante nga kjo gjykat. Sipas tij, arsyetimi për vazhdimin e paraburgimit përkatëshën nuk njihet në praktikën ndërkombëtare dhe është në kundërshtim me standardet e gjykatës evropiane. Standardet ndërkombëtare janë shkelur në mënyrë flagrante. E sidomos tani, pasi që fjalët përfundimtare janë kryer, tani gjykata e ka një arsyetim të çuditshëm që nuk mund ta gjeni në jurisdiksione të zakonshme. Dhe tani thotë se ekziston një frikë se të pandehurit mund të ndykojnë në dëshmitarët që tashmë kanë dëshmuar dhe të friksojnë ata. Procesi gjyqësor ndaj katërshës, në krahasim me proceset gjyqësore qoftë me Tribunalin e Hagës dhe rastet e tjera të krimeve të luftës që nga pas lufta, dallon thelbësisht edhe në cenimin e parimit të transparencës, thonë nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Kemi patur një reduktim i madh i shqyrtimit kryesor, i sancave të shqyrtimit kryesor. Nuk ka mundur publiku që të dëgjon një pjesë të konsideruar të deklaratave të dëshmitarëve të prokurorisë dhe sigurisht që kjo në një farë forme është edhe në si cenimi parimit të transparencës. Raporti për gjykatën speciale i Komitetit të Odës Avokateve për të drejtat e njeriut në Angli dhe Wales, ndër të tjera, ka theksuar edhe pranimin e provave nga Serbia në këtë gjykim. Ushtruesja e detyrës presidentit Albulena Haxhiu në përvjetorin 27 të masakrës së Studimes ka përkujtuar 116 civilit të vrarë shqiptar, duke ritheksuar se krimet të kryera gjatë luftës nga Serbia ende nuk kanë gjetur drejtësinë derisa ka theksuar përkushtimin për vazhdimin e mbledhjes së dëshmive dhe adresimin e tyre në instancat vendore dhe ndërkombëtare të drejtësisë. Për homazhe në Studime sot ishin edhe ish luftëtar e lider të tjerë politik. Ushtruesja detyrës së presidentës Albulena Haxhiu kujtoi 116 civilet shqiptar të vrarë në masakrën e Studimës.
duke theksuar se krimet serbe mbeton ende pa u ndëshkuar. Ajo shtoi se institucionet do të vazhdojnë mbledhjen e dëshmive për të gjitha masakrat e kryera gjatë luftës në Kosovë nga Serbia. Burrat e ndarë nga kolona u qua në burgun e Smrekonicës, ku u rrahën, u morën në pyetje, u lanë në kushte çnjerëzore dhe u torturuan. Serbia nuk u mjaftua me vrasjen. Ajo deshti ta zbraste vendin, ta thyente familjen, ta poshtronte të mbjetuarin dhe ta linte krimin pa gjykim. Edhe sot e kësaj dite Serbia i strehon kriminalët e luftës, kështu vepron një shtet kur krimin e ka politik. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj tha se ruajtja e kujtesës dhe forcimi i shtetit janë detyrime të vazhdueshme. Ndjen të qëndrojmë afër porosisë së kësaj dite. Në këtë ditë, shumë vite më herët, pra në kohën kur veç liria i shafër, u vranë 116 shqiptarë pa mbrojtur, civil, gra, fëmijë, burra, pleq. Dhe gjithsesi do të vazhdojmë arë. Do të vazhdojmë arë gjithni, sepse është detyrë të gjallë me rujt kujtesën, dhe me rujt të vërtetën, edhe mos me leju asnjëherë me uzbekja. Kryetari i Vushtrrisë Ferit Idrizi tha se studimja mbetet simbol i sakrificës dhe vuajtjes së civilëve shqiptar. Në këtë vend, në këtë lumë që do t'jetë si emërtim në të ardhmen lumi i gjakut, sepse u la me gjakun e bijve dhe bijave tona, u la me gjakun e fëmijëve, grave, burrave, pleqve, të gjitha moshave, ishin të gjithë të pambrojtur, ishin të gjithë të pafajshëm, u masakruan, vetëm e vetëm se ishin shqiptarë. Studimja është vlerësuar si simbol i sakrificës për liri, me kërkesën për angazhim të vazhdueshëm për drejtësi për krimet e kryera nga Serbia. Në studime të Vushtrrisë, 27 vjet pas masakrës, ku vran 116 civil shqiptar të paramatosur, familjarët vazhdojnë të kërkojnë zbardhjen e plotë të krimit të kryer nga Serbia dhe ndëshkimin e kriminalëve për vrasjen e civilëve të pafajshëm. Krimi i Serbisë ndaj popullsisë civile në fshatin Studime të Vushtrrisë vazhdon të mbetet i pandëshkuar, çka po thellon dhimbjen e familjarëve të viktimave, që edhe pas 27 vjetësh ende kërkojnë drejtësi. Me 2 maj, 10 sautit në osë që të na kanë rrëthuar të na auntë, na kanë maltretuar, na kanë rej, ma kanë ro burrin, ma kanë ro vllon, kanë anë të maltritet nuj që shtu pa hungur pa pi. E mbjetuara e kësaj masakre Bahria tregon se bashkëshorti dhe disa familjar të tjerë i u vran para syve, teksa thot se jeton me shpresën për të gjetur drejtësinë, ndërsa së bashku me familjar të tjerë kërkon që krimet e kryera nga Serbia të marrin epilog edhe ndërkombëtarisht. Ende askush nuk u dal para drejtësisë, nuk u ungjë në bankën e të akuzuar për këto krime që i kanë bërë. Nashta është masakra më e madhe në Kosovë që ka ndodhur, për mrena 2 orëve janë vrarë 116 civil paramatosur, pa mbrojtur vetëm se kanë qenë shqiptarë. Këta gjithë kanë qenë me familjet e tyre, gjithë kanë qenë një moshe, ku që nashta maj më shumë është 50 vjetë. Një masakër shumë e madhe që ka kaluar 27 vjetë, ende nuk ka asnjë i dënuar deri sot për këtë masakër. Kështu që i lutem institucionet të japin pak rëndësi kësaj pune. Me 2 maj të vitit 1999, në fshatin Studime të Vushtrrisë, forcat paramilitare serbe kryen një nga masakrat më të rënda, duke vrarë 116 civil shqiptar të paramatosur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se nga sot ka filluar afati për aplikimin e subjekteve politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit dhe për dorëzimin e listave me emrat e kandidatëve për deputet. Këto 2 faza të rëndësishme të procesit zgjedhor përfundojnë në data të ndryshme.
Ndërkaq për dorëzimin e listave të kandidateve, subjektet politike do të kenë në dispozicion një periudhë më të gjatë kohore. Zëdhënësi i KQZ-s Balmir Elezi tha për RTK Live se aplikimi për certifikim do të zgjasë deri me 10 maj, ku këtij procesi do të nënshtrohen vetëm subjektet e reja politike, siç janë koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e pavarur, ndërsa kjo nuk do të vlejë për partitë politike që ligji konsideron të regjistruara automatikisht. Kanë mbetur edhe pak ditë që Komuna e Prishtinës t'i përgjigjet akt vendimit të Inspektoratit të Ministrisë së Mjedisit, i cili e obligon të pajiset me leje ujore për funksionimin e deponisë së mbeturinave inerte. Ndërkaq, zyrtar komunale cilësojnë këtë akt vendim si të paligjshëm. Akt vendimi i dhënë ditë më parë nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit për pajisjen me leje ujore për funksionimin e deponisë mbeturinave inerte në Matiqan, po konsiderohet të jetë jo ligjor. Drejtori i shërbimeve publike në Komunën e Prishtinës ka thënë se kjo nuk është deponi, por është stacion transfer i mbeturinave, që sipas tij të gjitha kompetencat i takojnë komunës. Ky akt vendim i inspektoratit është në shpërputhje me ligjet. Nuk është në përputhje me ligjet, nuk është në përputhje me kompetencat e ministrisë dhe as me kompetencat e Agjencionit Rajonal të Pellgjeve dhe Lumejve. Janë thirrë në nenin 14 në akt vendim, në nenin 14 të ligjet për ujra, neni 14 i jep kompetenca për pëlqime të tilla ujore i jep komunës, jo ministrisë. Përveç kësaj, janë thirrë në udhëzimin administrativ 03-2018 që është për ujrat dhe kanë harruar me udhëtir edhe në udhëzimin administrativ 03-2024 që është për zgjedhjen e lokacioneve të deponive. Në të dy udhëzimet, kompetenca për stacione transfer të mbeturinave. Në pyetjet tona ndaj Ministrisë së Mjedisit se cila është arsyeja e lejes ujore në këtë zonë, në një përgjigje me shkrim zyrtarët e saj thanë se leja ujore është e domosdoshme, sepse ajo i trajton ujrat që lirohen nga kjo zonë dhe ujrat sipërfaqësore që e përshkruajnë deponinë në rastin e rreshjeve atmosferike. Ndërsa zyrtari komunal i kundërpërgjigjet këtij arsyetimi. Dhe për t'i marrë gjitha masat ndaj mbrojtjes edhe ndaj atij hendeku ujor, asaj rrëkeje ujore që mundet me u kriju her pas here gjatë rreshjeve atmosferike, ne jemi larguar në një distancë jashtëzakonisht shumë të madhe përtej të gjitha kritereve që i përcakton udhëzimi administrativ. Dhe përtej kësaj, udhëzimi administrativ po e përsëris edhe një herë, po e potencoj, na jep kompetencën neve si komunë me dhonë ose jo pëlqim ujor. Tutje në përgjigjen me shkrim nga Ministria e Mjedisit thuhet se me planin zhvillimor të Komunës së Prishtinës, ky vend është jashtë zonës urbane të Prishtinës, andaj kompetencat i takojnë ministrisë. Mirë po sipas zyrtarëve komunal, në planin zhvillimor të Prishtinës të vitit 2013, Matiqani figuron zonë urbane e kryeqytetit. E qytetarë të pandërgjetshëm vazhdojnë të hedhin kontenjer mbeturinat inerte si kuzhina, sanitari, por edhe mbetjet nga rinovimet që bëjnë në përbanesat e tyre. Pranë kontenjerëve për mbeturina, pothuajse në secilën lagje të Prishtinës, është krijuar edhe një vend ilegal për hudhjen e mbeturinave inerte. Kjo pamje pranë kontenjerëve është në lagjen Dardania në Prishtinë, të cilat për 2 javë kanë qëndruar këto. S'ka kërkun kështë në botë, vetëm të la. A i gjujnë vazhdimisht që shtoj jashtë kontinent? Të nërët, kush punon të shtu që i vinë të këtë krejtë. Shpesh e kanë hekta pastrimit. Ose dikuj kuj pjedhin. Njësoj është edhe pranë kompleksit Kurrizi në Dardani. Pas renovimit, ato që kanë tepruar janë hedhur pranë kontenjereve dhe këtu do të qëndrojnë derisa kompania përgjegjëse të vijë me makineri të veçantë për t'i larguar. Po gjithë ndërtesë këto po qesin këtu, riparojnë, ndërtojnë, merremetojnë, s'ka ku më quhe. Unë mas pari s'kam kujçaj, s'di kujçaj. Edhe është mirë me tregu një adresë, me kallëzue ku do të me dërgu këtu mbeturinat edhe mos e pas më këtu. A pse so pas të po? Shumë pas të po. Synë me të rritë kërë të pasë. Ja, adresën me i tregue edhe me konë në qmimi valletëshëm. Në qmimi valletëshëm edhe me qumi dërgua atje
sidomos verës, kur vinë të jofte, diso riparime bëhet, diso ndërtimi, so hudhë të so mbeturinat. Jesi me ka 2 muaj, 3. Ky sa mundet me shtin kamion që e bën bërllogun, i shtjen, sa nuk mundet, ato nuk mundet me shtin kamion, se ja prishin kamionin ato. Vesi bërllogun e bën me rregull, këtë që e bën për këtë. Po këto veç muj me thonë se jam non-stop këtë, muj me thonë që ato janë veç 1 muj ditë që aty. Po, 1 muj ditë, jo shumë nuk grumbullohen, jo shumë, se me të vërtet për i pengoj edhe unë e pa këtë, që po rri këtë, nuk për i lo me i zhuë. Kjo gjendje është në rrugën Mark Isaku, te lagja Qapa në Prishtinë. Ky vend tashmë është bërë hapësirë e zakonshme për hudhjen e dyshekëve dhe mbeturinave të tjera të vëllimshme. Pranë kësaj deponie të krijuar nga vetbanorët, çdo ditë ka frekuentim të madh të qytetarëve. Për hudhjen e mbeturinave inerte të kryeqytetit dhe fshatrave të tij, Komuna e Prishtinës e ka përcaktuar këtë lokacion në Matiqan, ku edhe banorët kanë të drejtë që mbeturina të mëdha t'i dërgojnë këtu. Sektori i energjetikës, në veçanti termocentralet, mbeten një nga shkaktarët kryesor të ndotjes së ajrit. Ekspertët dhe institucionet shëndetësore paralajmërojnë për rritje të vazhdueshme të sëmundjeve respiratore dhe kardiovaskulare si pasojë e cilësisë së dobët të ajrit, ndërsa kërkohet ndërhyrje urgjente përmes monitorimit më të rrept dhe masave konkrete institucionale. Ndotja e ajrit vazhdon të mbetet një nga sfidat më të mëdha mjedisore dhe shëndetësore në Kosovë, kundër ndotësit kryesor renditen termocentralet. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës dhe Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, sektori i energjisë është përgjegjës për rreth 40% të emisioneve ndotëse. Instituti i Shëndetit Publik paralajmëroi se kjo ndotje ndikon drejt për drejt në shëndetin e qytetarëve, duke rritur rastet e sëmundjeve respiratore dhe kardiovaskulare, si dhe shkallën e vdekshmërisë. Profesionistët shëndetësor theksojnë se çdo ditë përballen me pacientë që kanë probleme të frymëmarrjes të lidhura ngushtë me cilësinë e dobët të ajrit. Sëmundjet e mushkërive paraqesin një prej sëmundjeve më të shpeshta në vendin tonë. Edhe një prej shkaktarëve kryesorë të këtyre sëmundjeve në vendin tonë janë pikërisht ndotja e ajrit. Pra nëse ne mund ta kontrollojmë spaku nivelin e ndotjes në vendin tonë, kjo do të ndihmonte shumë në përmirësimin e kushteve dhe në përmirësimin e gjendjes së përket smundshmërisë dhe vdekshmërisë së njerëzve në Kosovë. Ne jemi dëshmitar të asaj që kemi një gjendje të rënduar sa përket ndotjes së ajrit. Këto kontribuon edhe ndotja që vjen nga industria, pastaj ndotja nga makinat, ndoshta edhe kemi ndërtime të shumta që ndodhen në qytetin tonë, kështu që e bëjnë gati të pamundur shmangjen e plorit që krijohet nga ato, e sidomos ajo që është shumë e shmangshme që ne nuk e bëjmë shtëpirja duhanit. IKSHPK-ja ka kërkuar masa urgjente për përmirësimin e situatës, sikurse monitorim në kohë reale të ndotjes, publikim transparent të dhënave, kontroll të vazhdueshëm të filtrave dhe gjoba për tejkalim të normave të lejuara të ndotjes. Megjithatë, zyrtarët të Ministrisë së Mjedisit deklaruan ditë më parë se po synojnë të trajtojnë këtë çështje përmes hartimit të politikave dhe masave të reja të bazuara në projekte dhe bashkëpunim. Me moton vaksinat mbrojnë të gjitha moshat, në Kosovë u shënua java e imunizimit duke rikujtuar rëndësinë e vaksinimit për shëndetin publik dhe parandalimin e sëmundjeve të rrezikshme. Vaksinat vlerësohen si një nga mënyrat më efektive për parandalimin dhe përhapjen e shumë sëmundjeve të rrezikshme. Shkalla e mbulueshmërisë e imunizimit në Kosovë mbetet e lartë, ndërsa vaksinimi vazhdon të jetë mënyra më e sigurt për mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Nga viti 2024, programi i imunizimit në Kosovë vlerësohet se ka shënuar përparime të rëndësishme, përfshirë integrimin e suksesshme të vaksinave të reja në kalendarin e rregullt të vaksinimit. Duhet të theksojmë dhe të ripërsërisim disa herë që vaksinimi i fëmijëve mbetet një ndër shtyllat kryesore të imunitet të shëndetit publik, i cili edhe një ndërhyrjet më efektive për mbrojtjen e sëmundjeve ngjitse, prej atyre sëmundjeve që i kemi në vaksinat.
Aktualisht kalendarin tonë të vaksinimit i kemi 13 antigente cilët janë kalendar që i vaksinojnë fëmijët e vendit tonë. 2 vitet e fundit, si vjetë është viti i tretë, që na kemi përfshi edhe 3 vaksinat e reja, vaksinën kundër rotavirusit, kundër pneumokokkut dhe vaksinën kundër human papilloma virusit, ose vaksinën që e njohim tashmë, vaksinën kundër kancerit të qafës mitës dhe jo vetëm. Edhe në kryeqytet, ky proces mundësohet në shumë njësi të vaksinimit. Realisht, ju e dini se Prishtina i ka 33 njësi përfshi që këmë thënë, mirë po ne vaksinimin e bëjmë në 15 njësi, ose ambulanta qendrat mjekësisë familjare, të cilat janë të distribuara jo vetëm në kryeqytet, por edhe në fshatrat e komunës së Prishtinës, e përfshi edhe qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ndërsa sa i përket orarit, domthonë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, vaksinimi për HPV vaksinën, por edhe të gjitha vaksinat tjera. Megjithatë, sfidë mbetet rënja e mbulueshmërisë me vaksinën kundër fruthit, shtytave dhe rubeolës, e cila rrit rrezikun për shpërthime të sëmundjeve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publikës së fundmi ka njoftuar se nga periudha 16 deri me 30 prill janë konfirmuar 8 raste të fruthit, derisa 2 rastet e tjera janë të dyshimta. Sipas këtij instituti, ky institut ju bën thirrje urgjente prindërve që të kontrollojnë kartelën e vaksinimit të fëmijëve të tyre dhe t'i vaksinojnë fëmijët në qendrën më të afërt të mjekësisë familjare. Pas konfirmit të 8 rasteve me fruth, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe institucionet shëndetësore po e monitorojnë situatën epidemiologjike, duke qenë në gatishmëri të plot për menaxhimin e saj. Kjo përmes identifikimit të fëmijëve të pavaksinuar dhe angazhimin e ekipeve mobile për vaksinim në zonat me mbulueshmëri më të ulët. Sipas Institutit të Shëndetësisë Publike, të gjitha rastet e konfirmuara janë fëmijë të pavaksinuar me vaksinën kundër fruthit. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, fruthi është një sëmundje serioze dhe konsiderohet rreth 6 herë më ngjitëse se sa gripi. Sipas tyre, 1 në 5 persona të infektuar me fruth mund të zhvillojnë komplikime shëndetësore. Simptomat përfshin temperaturë, rrjedhje të hundës, kollë, sy të skuqur dhe të përlotur, si dhe skuqje në fytyrë dhe në të gjithë trupin. Për të ulur rrezikun nga përhapja fruthit, vaksinimi mbetet mënyra më efektive dhe më sigurt për mbrojtjen e shëndetit publik. Fruthi është një sëmundje mjaft ngjitëse që përhapet shumë shpejt. Arsyeja e vaksinimit është ulja e ndjeshme e rrezikut të komplikimeve si të sëmundjes fruthit, të sëmundjes encefalitit dhe të verbimit. Kryesisht prekën moshat prej 0 deri në 12 muaj, është edhe periudha kur bëhet dhe vaksinimi me këtë vaksinë. Efektet kryesore janë prek sistemin respirator, po ashtu mund të ketë fëmia dhe një skuqje të përgjithshme në trup dhe dobësim të imunitetit. Gjithashtu, rekomandohet që të shmangen kontaktet e panevojshme me persona të dyshimt me fruth. IKSHPK rikujton se çdo vonesë në vaksinim e rrit rrezikun për përhapjen e mëtejshme dhe komplikimeve serioze, veçanërisht të fëmijët dhe personat me imunitet të dobësuar. Ministria e Bujqësisë ka miratuar orientimet për programin e pagesave direkte për vitin 2026, duke parapar rritje të mbështetjes për sektorët kryesor bujqësor. Sipas planit, subvencionet për dritra si gruri nga kulturat e tjera arrin mbi 300 euro për hektar, ndërsa për mistrin rreth 330 euro për hektar. Mbështetje më e lartë parashihet për perimet deri në mbi 700 euro për hektar dhe mbi 1000 euro për prodhimin në sera dhe vreshta. Po ashtu subvencionet e konsiderueshme janë parapar për kultura si pasulja dhe patatja deri në rreth 750 euro për hektar, si dhe mbështetje për blegtorin, qumështin dhe bletarin. Sipas Ministrisë, synimi i programit është rritja e prodhimit vendor, forcimi i sigurisë ushqimore dhe zhvillimi zonave rurale,
ndërsa vlerat mbeten indikative deri në finalizim. Kryeministri në detyr Albin Kurti ka njoftuar se është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkësinë Islame për ndërtimin e xhamisë së Ibrit në Mitrovic. Xhamia e Ibrit e ndërtuar në vitin 1777 dhe djegur në maj 1999 do të rindërtohet, ka shkruar Kurti në Facebook. Me këtë memorandum, qeveria e Kosovës mbështet ringritjen e këtij monumenti me rëndësi historike dhe kulturore, ka shkruar Kurti në Facebook. Pas kritikave të përsëritura ndaj politikës amerikane në Iran, marrëdhëniet mes SBA-s dhe Gjermanisë kanë hyrë në një fazë të re tensioni. Këtë javë përplasja u përshkallëzua me akuza publike, kërcënime për tërheqje trupash dhe masa ekonomike ndaj Evropës. Kronika e Deutsche Welles, Anila Shuka sjell përmbledhjen e javës nga Berlini. Kancelari Gjerman Friedrich Merz sërish u konfliktua me presidentin e Amerikës Donald Trump. Merz kritikoi hapur strategjinë amerikane në luftën kundër Iranit dhe deklaroi se një komb i tërë po poshtërohet nga udhëheqja iraniane dhe se amerikanët duket se nuk kanë një strategji të qartë. Ai shtoi gjithashtu se nuk e sheh një plan dalje nga konflikti. Që ka zakon presidenti amerikan Donald Trump reagoi edhe këtë herë me fjalë të ashpra. Në platformën e tij Truth Social, ai shkroi se Merz nuk ka asnjë ide se për çfarë flet dhe se nuk është çudi që Gjermania po shkon keq si ekonomikisht ashtu dhe në fusha të tjera. Vetëm një ditë më vonë Merz u përpoq të qetësonte tonin duke theksuar se marrëdhënia personale me presidentin amerikan betet e mirë dhe se ne vazhdojmë të jemi në bisedime të mira. Në të njëjtën kohë, gjatë një vizite në ushtrinë gjermane, ai nënvizoi rëndësinë e partneritetit transatlantik dhe gatishmërinë e Gjermanisë për të kontribuar në sigurinë ndërkombëtare. Por ndërkohë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës erdhi një sinjal konkret. Pentagoni njoftoi se rreth 5.000 trupa amerikane do të tërhiqen nga Gjermania brenda 6 deri në 12 muajve si pjesë e një rishikimi strategjik të pranisë ushtarake në Evropë. Nga ana gjermane, ministri i mbrojtjes Boris Pistorius se kjo lëvizje ishte e parashikueshme dhe theksoi se praniria e trupave amerikane në Evropë dhe veçanërisht në Gjermani është në interes të të dyja palëve. Presioni nga Washingtoni nuk mbeti vetëm në fushën e sigurisë. Trump njoftoi dhe rritjen e tarifave për makinat dhe kamionet nga Bashkimi Evropian në nivelin 25%, duke akuzuar Bashkimin Evropian për shkelje të marrëveshjeve tregtare pa paraqitur prova konkrete. Scott Lucas, profesor në University College Dublin, ekspert i njohur për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe marrëdhëniet transatlantike, thot në një analizë të tij për Deutsche Welle se zhvillimi aktual nuk është një konflikt i zakonshëm politik, por një ndryshim më i thellë strukturor në marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës. Sipas tij, aleanca tradicionale që ka ekzistuar që nga fundi i luftës së dytë botërore po ndryshon, pasi SBA-t nuk e trajtojnë më Evropën si një partnere të pakushtëzuar. Në këtë kontekst, ai vlerëson se kërcënimet për tërheqjen e trupave nga Gjermania nuk duhen interpretuar si një tërheqje reale ushtarake, por si një mjet presioni politik. Ai thotë se bazat amerikane në Gjermani janë strategjikisht shumë të rëndësishme për operacionet globale të SBA-ve. Për këtë arsye ai argumenton se bëhet fjalë për një sinjal ndaj Evropës që të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Të nderuar shikues, kas për këtë edicion qendror të lajmeve dhe ju falenderoj për vëmendje dhe mirupafshim.